Para se të filloj me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Vuani nga diabeti. 3 ushqimet që duhet të hani çdo mëngjes për të ulur sheqerin në gjak. A filloni ditën me kafe, çaj ose qumësht? Pija që ju zgjidhni në mëngjesin tuaj mund të ndikojë në nivelin e sheqerit në gjak gjatë gjithë ditës dhe kjo luan një rol të rëndësishëm në parandalimin dhe menaxhimin e diabetit të tipit 2. Sipas një studimi të ri shkencor kanadez të publikuar në revistën Zhurnal i shkencave të qumshtit, kur qëllimi është kontrolli më i mirë i mundshëm i niveleve të sheqerit në gjak, ideale për mëngjes është përfshirja e qumshtit. Siç është treguar nga studiuesit e Universitetit Guleb dhe në Universitetin e Torontos, konsumi i qumshtit në mëngjes çon në më pak përqendrim të sheqerit në gjak pas një vakti krahasuar me ujë, ndërsa marrja e sasive të mëdha të proteinave nga qumshti çon në nivele më të ulta të sheqerit në pasdite në krahasim me marrjen e sasive të moderuara të proteinave. Studiuesit gjithashtu vunën në dukje se konsumi i sasive të mëdha të proteinave në mëngjes gjithashtu kontribon në kontrolle më të mira të oreksit në kohën e drekës. Sëmundjet metabolike po rriten në mbar botën, me diabetin e tipit 2 dhe obezitetin duke shkaktuar një shqetësim për shëndetin e njeriut, cituan studiuesit. Pra, ofrohet që të ndryshoni dietën tuaj të mëngjesit në mënyrë që të përmirësoni edhe shëndetin e luhatjeve të sheqerit. Në studimet e tyre, studiuesit kanë ekzaminuar efektet e qumshtit në krahasim me atë të ujit në nivelin e sheqerit duke konsumuar në mëngjes së bashku me drithra të pasura me karbohidrate. Në fazën e 2, studiuesit kanë krahasuar efektet e sheqerit në gjak në varësi nga sasia e proteinave dhe qumshtit përbërës në vaktin e çdo mëngjesi. Studiuesit shpjegojnë në procesin e hapjeve të proteinës së hirës dhe proteinave të kaezinës, qumshti lëshon në hormone, element që ngadalësojnë në luhatjet e sheqerit dhe sjellin një balancë më të mirë për shëndetin tuaj. Nëse jeni me diabet, sigurohuni që mëngjesi të ketë një kombinim të proteinave, yndyrnave dhe karbohidrateve të shëndetshme. Mëngjesi është veçanërisht i rëndësishëm për diabetin pasi mund të ndihmojë në menaxhimin e niveleve të sheqerit në gjak gjatë gjithë ditës. Këto janë disa ide të lehta për mëngjes për njerëzit me diabet, sipas ekspertëve të Healthline. Kosi. Kosi është perfekt për shëndetin. Kosi ka pak karbohidrate dhe është i pasur me proteina, kështu që nuk do të shkaktojë nivelet e sheqerit në gjak të rriten në mënyrë të pakontrolluar. Drithrat. Nëse keni diabet, mund të hani drithra në mëngjes. Drithrat integrale mund të ndihmojnë në menaxhimin e niveleve të sheqerit në gjak duke lëshuar glukozën me një shpejtësi shumë më të ngadaltë farpërmbajtjes së tyre të fibrave. Avokado. Yndyrrat e shëndetshme nga avokado ngadalësojnë tretjen dhe mbajnë karbohidratet të cilat normalisht përpunohen shpejt nga trupi, të mos thithen shpejt në qarkullimin e gjakut. Por si të përgatisni, duhet të filloni duke konsumuar avokado në mëngjes për të përmirësuar nivelet e sheqerit. Edhe qulli i tërshërës mund të jetë një aleat i mirë për personat që vuajnë nga luhatjet e sheqerit në gjak. Bollguri përmban karbohidrate, fibra dhe proteina. Një studim i vitit 2015 zbuloi se tërshëra është e dobishme te personat me diabetin e tipit 2 për shkak të efekteve të tyre në uljen e niveleve të sheqerit në gjak dhe kolesterolit. Me një filxhan bollgur të gatuar shtoni qumësht bajame pa sheqer, një lugë gjedhe fara chia, 3 lugë arra, 2 lugë gjalp kikiriku plur dhe një filxhan lule shtrydhe sipër. Ky mund të jetë një mëngjes i shijshëm dhe me shumë përfitime për organizmin tuaj. Gjithashtu një sanduiç mund të jetë një zgjidhje e mirë për mëngjes. Ky sanduiç do ju jap karbohidratet të nevojshme ndërsa proteinat nga veza ju mbajnë të ngopur pa ngritur nivelin e sheqerit në gjak. Një studim i vitit 2018 zbuloi se njerëzit që hanin një vezë çdo ditë kishin ulur nivelin e sheqerit në gjak. Përbërësit kryesor përfshijnë edhe një kifle angleze, një vezë, një fet djathtë dhe një fet të hollë mish sipas preferencës suaj. Së bashku me këtë ju gjithashtu mund të përfshini 3-4 tate e filxhanit borovnicë për fibra të shtuara ose feta avokado për yndyrë të shëndetshme për zemrën tuaj.
duke ndikuar kështu në përmirësimin më të mirë edhe të mbajtjes nën kontroll të luhatjeve të sheqerit në gjak. Diabeti është një çrregullim i metabolizmit që reflektohet në paraqitjen e sasive jo normale të glukozës në gjak, si pasojë e rezistencës së qelizave të gjakut ndaj insulinës, ose si pasojë e sasive të vogla të insulinës të sekretuar nga pankreasi. Gjithashtu, nëse vuani nga diabeti, atëherë mund të keni edhe këto shenja, të cilat nuk duhet t'i neglizhoni. Pacienti ka nevojë të hajë shumë, pi shumë ujë, urinon shpesh, humbet në peshë, mund të ketë kriza dhe konsistencë të luhatjeve të sheqerit në gjak. Ja disa këshilla efektive që do ju vinë në ndihmë kundër problemeve të diabetit. Ecni sa më shumë. Hani në mënyrë të shëndetshme duke pirë sa më pak lëngje frutash të konservuara pasi ato kanë shumë sheqer. Qëndroni sa më pak ulur para televizorit, kompjuterit ose videolojrave tuaja. Bëni aktivitete të rregullta fizike dhe duke fjetur sa më shumë, hani me do e mos mëngjes. Në këto kushte është shumë e rëndësishme që njerëzit me diabet të kujdesen edhe për ushqimin që konsumojnë. Për këtë arsye po ju tregojmë se cili është mëngjesi që diabetikët duhet të konsumojnë për të shmangur komplikacione të rënda shëndetësore. Për të gjithë njerëzit, mëngjesi është vakti më i rëndësishëm i ditës, por veçanërisht për diabetikët sepse glukoza e tyre mbaron më shpejt. Përbërësit për mëngjes duhet të përfshijë 2 feta bukë gruri, 1 vezë djathë me yndyrë të ulët. Merrni 2 fetat e bukës së grurit dhe lyeni me pak gjallë, ndërkohë përgatisni një omlet me 1 vezë dhe me pak djathë me yndyrë të ulët. E gatuani në një tigan me pak yndyrë për disa minuta. Vendoseni omletën brenda fetave të bukës dhe është gati për të konsumuar. Sipas ekspertëve të Brightside, ky është një mëngjes shumë i mirë për personat që kanë luhatje të sheqerit në gjak. Nëse vuani prej kohësh prej sheqerit në gjak dhe nuk kujdeseni mirë për dietën tuaj, atëherë dijeni se edhe medikamentet nuk do të kryejnë rolin e tyre pozitiv në mbajtjen nën kontroll të luhatjeve të sheqerit në gjak. Nëse doni t'i bëni ballë problemeve tuaja që u kanosen nga luhatjet e sheqerit, atëherë dieta juaj duhet të ndryshojë. Të qëndroni sa më shumë aktiv dhe mbi të gjitha, të përqendroheni në ushqime sa më të shëndetshme. Diabeti është një sëmundje e cila mund t'ju kushtojë jetën, dhe neglizhenca e simptomave të tij pa i adresuar tek mjeku është një tjetër problem, i cili duhet të mbahet në mënyrë të rregullt dhe të kontrollohet vazhdimisht. Është e rëndësishme që nëse vuani nga diabeti, të adresoni gjithçka që keni shenjat e para tek mjeku dhe më pas të merrni trajtimet e specializuara. Por sipas të dhënave të Eltside, një nga mënyrat për të mbajtur nën kontroll nivelin e sheqerit në gjak është ushqyerja e shëndetshme me produkte sa më natyrale. Në këtë video, sipas Eltside, do të mësoni më shumë për ushqimet që rekomandohen për uljen e niveleve të sheqerit në gjak. Drithrat e plota ose buka e elbit. Ndoshta shumica e bukës duhet të shmanget, buka prej elbi, ajo prej drithit të plot të bluar në gur, ka nivele të ulta glicemie. Ato janë të pasur me fiber, të cilat ngadalësojnë tretin dhe stabilizojnë nivelin e sheqerit në gjak. Ju gjithashtu mund të shtoni edhe patatën e ëmbël. Patatet e zakonshme kanë nivele të larta glicemike, ndërsa patatet e ëmbla kanë nivele të ulta dhe për më tepër janë të pasur me ushqyes. Kosi. Kosi është i vetmi produkt i bulmetit që ulë rrezikun e shfaqjes së diabetit. Kosi bërë në shtëpi ka nivele të ulta glicemie dhe mbi të gjitha është shumë i shëndetshëm. Tërshëra. Sipas të dhënave, tërshëra është me nivele të ulta glicemike dhe ka pak gjasa të shkaktojë luhatje të sheqerit në gjak. Gjithashtu, tërshëra përmban edhe B-glukan. Kjo substancë përmirëson ndjeshmërinë ndaj insulinës, ndihmon në mbajtjen nën kontroll të glicemisë dhe ul gjithashtu yndyrna në gjak. Ndaj kujdesuni më shumë për atë që shtoni në pjatën tuaj. Vëmendje. Ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos të zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mundësojnë në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe miqtë e tu.